Për herë të parë në historinë e marrëdhënieve dypalshe, qeveria shqiptare dhe ajo italiane do të zhvillojnë nesër në Rom një mbledhje të përbashkët zyrtare. Italia që ka mbajtur takime të ngjashme me vende të tjera të Bashkimit Evropian këtë herë, poziron bashkëpunimin dhe përtej kufive të BE-s, duke konsideruar Shqipërinë partnerin më të afërt dhe strategjik në rajon. Kryeministri Edi Rama do të udhtojë drejt Romës i shoqëruar nga 10 ministra të kabinetit qeveritar për të marrë pjesë në tryezën e përbashkët me homologën italiane Giorgia Meloni. Takimi mes dy kryeministrave pritet të nisë në orën 11:40, ndërsa mbledhja plot me pjesëmarrjen e delegacioneve të dy vendeve do të zhvillohet rreth orës 12:30. Në orën 14 dy qeveri do të nënshkruajnë disa marrëveshje të rëndësishme që pritet të thellojnë bashkëpunimin në fusha kyçe si mbrojtja dhe siguria, energjia, migracioni, mjedisi, zhvillimi ekonomik, infrastruktura dhe shëndetësia. Mediat italiane kanë bërë hong këtij takimi duke cilësuar si një hap të madh në forcimin e lidhjeve strategjike mes Tiranës dhe Romës. Sipas tyre, në sektorin e mbrojtjes, Italia do të ofrojë pajisje dhe teknologji moderne për forcat shqiptare, ndërsa parashikohet ngritja e një infrastrukture detare në Shqipëri për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve. Në fushën e energjisë, bashkëpunimi do të zgjerohet në dy baza të marrëveshjes trepalshe të firmosur në Abu Dhabi me 15 janar 2025 mes Italisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shqipërisë. Kjo marrëveshje parashikon prodhimin e energjisë së rinovueshme në Shqipëri dhe krijimin e një lidhje ndërlidhëse nëndetëse që do të lidhë dy vendet për transferimin e energjisë së pastër. Një nga çështjet më të ndjeshme të diskutimit do të jetë ajo e migracionit. Sipas mediave italiane, do të ngrihet një grup i përbashkët pune për të forcuar kontrollin kufitar dhe aftësinë e patrullimit detar të Shqipërisë, si dhe për të luftuar trafikun dhe migracionin e parregullt në mesdhe. Në rendin e ditës pritet të trajtojnë gjithashtu nisma të përbashkëta në fushën e zhvillimit ekonomik, kujdesit shëndetësor dhe mbrojtjes së mjedisit. Kjo mbledhje e parë e përbashkët shënon një moment historik për marrëdhëniet shqiptaro-italiane, duke hapur një kapitull të ri bashkëpunimi strategjik që pritet të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin e rajonit dhe integrimin evropian të Shqipërisë.